fol. Sot më ngjes kur jam zgju, e kam marrë telefonin edhe lexova lajmet për media tona. Hyna pak me holumtu për jetën e Elionës, unë nuk e njoh personalisht. Përpjeka me marrë informacione pak për vajzën. Vërtet ato që shkrueshin për të, ma thonë shpirtin. Përveç dhimbjes që ajo vajzë ka për humbje në nanës, sepse nana është e shenjtë. Është e shenjtë, është diçka që luma i që e ka. Ajo që shkruaj në për media, për humbjen e saj, ku ka shku, ku ka qenë, ka i, vërtet për mu ka qenë shokuse. Dhe vërtet le t'jetë ky Big Brother një mësim për të gjithë ata baballar, ato nana që kalojnë në për divorce. Dhe është e kuptova që ajo vajzë, sistemi Gjermanisë funksionon ashtu. Kur dy prind kalojnë një divorc, jo fort të mirë, natyrisht që fëmiu mirët nga shteti. Dhe duhet t'i jepet një familje tjetër. Se e kam shumë dështirë me folë. Për fatin e keq të Elionës, ajo nuk ka pas afër një familjar të dy që të qëndroj tek ata. E ne në Kosovë kemi shumë raste ku fëmiu ka të dy prind, natyrisht se nuk kanë raportet mira njëri me tjetrin, por apeloj që për hir të fëmijut bëni gjithçka. Për hir të fëmijut. Për hir të fëmijut. Më falni shumë. Leonora, të kuptoj. Erni për shafet. Për njerëzit që më njohin. E di një histori time. E di. E nuk mund dhe me tregu në media, por vërtet është shumë e rëndë. Falni. E di, Leonor. Edhe faleminderit shumë që po jashtë sinqert. Edhe me publikun për të çuar një mesazh. Ju lutem prind pavarësisht çfarë raporti keni njëri me tjetrin. Ju lutem për hir të atij fëmije, keni pak konsiderat për hir të atij fëmije. Më falni shumë, ju lutem se jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Është një mesazh shumë i fortë që vjen nga Leonora, e cila edhe për vete në rast ka moti ko, edhe ajo nuk e ka babajin edhe. Është ma vështirë më rrit. Realisht, kure unë prindin, e ke shumë të rëndë. Është një diçka që nuk kthehet ma. Kime jetu me dhimbje gjithë jetës. Por kur e ke gjallë, dhe kur nuk e ke dashurinë e ti, është shumë e rëndë.